Çfarë janë fotonet? Fotonet janë rrezë drite. Pra ti kur del në natyrë, merr rrezë drite dhe merr fotone. Por në një ditë për shembull të ftohtë, dimri, ku ka shi, ku ka borë ose ku diun, është ftofët, marrëdhif, sidomos edhe në Tiranë, se Tirana është si grop, është si grop, domethënë kur bëhet ftohtë aty është ka lagështirë. Pra ndryshon ajo ajri, si më thënë, dhe ke nevojë për shembull për një supë fotonesh. Megjithse në Tiranë është ngrohtë, po kur këta njerëzit e tjerë që jetojnë në vende të ftohta. Dhe këtu po tregoj një mënyrë se si mund të marrim një supë fotonesh ose si mund të përgatisim fotone, të cilat janë të mira për organizmin. Për shembull, kulturën shqiptare, hajt pimi kafe dhe mbaro punë aty. Megjithatë edhe kur pin kafe për jashtë, mirë është se merr fotone, nëse merr jo brenda me cigare, po në ajër, pra në natyrë. Por nëse je në shtëpi, për shembull, për ne herbalistët, këtu po tregoj një mënyrë për të bërë, pra ti servirësh vetes një sasi fotonesh. Tani, fotonet i marrim thash nga ajri, por mund t'i marrim edhe një mënyrë tjetër nëpërmjet përgatitjes. Pra, kuptohet, kur i blen lulet në pazar, ato janë me shekuj, aty janë brenda me vite dhe ti e kujton se blen një çaj, po një çaj më shumë se një vit nuk ka vlerë, pra nuk ka më fotone. Kurse po ta mbledhësh lulen vetë të freskët, për shembull këtu kam 5 lule të ndryshme të verës dhe me shumë fotone. Pra unë i kam mbledhur qëllimisht këto që t'i pi në ditë kur s'kam fotone, pra nga ajri, kur nuk marr dozën, si ta thosh. Pra fotonet mund t'i zi këto dhe në ujë treten fotonet dhe i marr. Pra fotonet janë të dritës, janë të absorbuar, ashtu si e ka lulja ngjyrën e verdhë, dhe këto kanë gjithë rrezë drite të absorbuara në fotosintezë, se dhe njeriu ka fotosintezë brenda, por kam radhiqen, kam këtu një lule tjetër, nuk e di shqip, është një lule vjollës, kam hitër, kam gjethe jeshile, së mbaj me lulen si e ka emrin, kjo kam 5 lule këtu, se kam emra në një gjuhë tjetër. Tani, kjo, pra, po përgatisim një çaj në dimër, na jep energji, se keni vënë re që në dimër jemi të plogësht, pse? Sepse kemi mungesë fotonesh. Pra, fotonet janë monedha e artë e ofruar, më thonë ta jep universi ty, ta jep dielli dhurat, pra ta jep pa kushte. Se ne për shembull njerëzit, kur bëjmë marrëdhënie me njëri tjetrin, po flas marrëdhënie biznesi, marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie etc. E bëjmë në bazë të një monedhe, pra të një, si thuhet, shqip currency. Pra bëjmë një biznes, si më thënë, që unë do bëj këtë, ti do m'japësh kaq lek. Kurse universi, pavarësisht se a je i varfër apo i pasur, universi ty t'i jep fotonet falas. Pra, shpresoj që kjo video të ketë, si më thënë, hapur syt, ndriçuar mendjen shqip
që fotonet, pra rrezet e arta, se ka dhe shumë fjalë shqipe, emra, rreze art, ylber, indrit, drita, domethënë ka shumë, gjua shqipe është shumë e bukur, domethënë ka shumë gjëra të bukura brenda, dhe ka ngjyra, ka fotone, vetë gjua, po sot keq përdoret shumë dhe kjo është arsyeja pse dua të sigur një shpirt ta ndriçoj pak të dritën e brendshme, funksion ose mission, ajo misioni është, domethënë nga ana ime e suksesshme. Pra, si më thënë, ajo qëllimi i videos është adhuroni fotonet e dritës. Pra, dhe adhuroni, domethënë, ose be aware, si thuhet shqip. Tani, domethënë, bëhuni të vetëdijshëm që drita qoftë në dritën, domethënë fizike, po flas që e merr nga dielli, apo qoftë drita që e merr nga ushqimi, në këtë rast tu kam një laç fotonesh. Pra, këto nuk janë të blera, unë nuk dua të shes, as të fitoj, as shfrytëzoj njeri, por dua që t'i bëj aware për dritën edhe nga universi. Pra, nuk i bën njeriu reklama dritës, por kjo dritë është ajo të shka ne, si më thënë, currency, monedha që e kemi në këtë tokë, pra në këtë dimension, dhe në udhëtimet e përtejshme, pra pas këtij dimensioni. Pra, shpresoj që t'jem kuptuar qartë. Pra, se unë jam ushtare e dritës dhe do t'i bëj reklam vetëm dritës në kanalin tim.